حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. E falenderojm Allahun e madhruar dhe bim salavat mbi pejgamberin e bekuar sallallahu alaihi wasallam dhe mbi shokët e tij besnik të sinqert dhe mbi të gjithë ata të cilët ndjekon dhe pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj të nderuar vëllezër dhe motra musliman, mirë se erdhët në emisionin 85 të radhës të pyetjeve dhe të përgjigjeve të juaja. Shkojmë te pyetja e parë e këtij emisioni. Selam aleikum o gjendëruar, kam një problem rreth muajit të bekuar të Ramazanit. Unë jetoj që 4 vite në Francë, po jam në kushtet e azilit, që 3 vite kam nis Ramazanin pa problem, po këtë vete kam vështirë ta agjeroj, që 3 vjet e kam ninu Ramazanin pa problem, dhe me thonë në azilën fjallë atje, por këtë vit e kam vështirë ta agjeroj, ta ninoj, se këtu në Francë, në këtë procedurë që jam banoj në hotel, dhe kam problem për përgatitje të ushqimit, nuk na lejohet se kemi alarma në dhomë, a mundi me më dhanë përgjigje t'ja bëj, si t'ja bëj, se shumë po mbrengos kjo gjë, se që 16 vite ninoj, po si vjet jam ra në hall, si t'ja bëj ju falenderoj. Bënja qysh të bëhet. Bënja qysh të bëhet, pa agjeru nuk bën. Pa agjeru nuk bën. Pa agjeru nuk bën Allah. Ha ushqim të ftaftë. Ushqimet të ftaftë, më nësh me fut më rana në dhomë, e hanë me ushqimet të ftaftë. Nuk është kusht me pas ushqimet në zeta për sefer. Neve na ka mbulu luksi e të mirat e Zotit, elhamdulillah. Allahu na erujt të mira, ja Rabbi, për ndryshë muslimant, pe Hazreti Ademi të ran, kanë agjeruar me 2 kafshat buk, e herë pas se fërfare se s'ka që ka han, e herë me buk shumë bajat, se për senet në zeta ato harro, po me që kanë mujtë diçka e kanë prish, pak një tro sa më forcue për me agjeru gjatë ditës. Andaj, nga një herë, t'imponohen rëthanat, se kurse ty në këtë rast, apo dikuj që është në punë, dikun dhe dhe atje nuk ka mundësi që lëndërimet natës, me pregadit, me roshqe me vete, edhe hanë. Ose pregaditën mbrëmje, kur mundesh para iftarit, kur të bësh iftarin, pregadit njëtin ku diçka për sefer, vetëm se e hanë të ftoftë nuk mundesh me nxeh. Ose, nëse ka mundësi me dalë, vera është jashtë në barë, në një skaj dikon, e me nxeh që ta ushqim që ki qefti me nxeh, na i qaj, na i diqka, po, hadhe jashtë, për ata thash bënja që është bëhet, Ramazanin me agjeru. Ramazanin me agjeru. E runa zë me të ndalu dikush me hangër, me arë me thonë, ham bukën të vrast, myti, është mesjele tjetër. Dërsa pëse s'pa kom unë me pi qaj, e s'pa kom ushqim të nxehtë, kam ushqim të ftaftë Allah, dhe agjerim ushqim të ftaftë. Allahu ta le tofty dhe tonë muslimanëve tjerë. Kam një pyetje kemi një pyetje nga një grup të burgosurve që gjenden këtu në Gjelan. Ata të gjithë falin namazin, e njëri prej tyre që del imam është më i ditur, por e ka një tatuazh në trup, por ishte pendu për ta lejohet me dal imam. Po lejohet me dal imam me tatuazh, nuk prish punë përderisa është pendu te Allahu.
Elhamdulillah që falen në burg, elhamdulillah për Zotit. Jam një vajzë 13 vjeçare. Kam pyetje doktor Shazet Krasniqi, kam një problem, nana jam është duke folur me një burr. Edhe a mundem më ju tregu babës ose më i thon vet që kam diktuar shpeshher edhe në telefon, kam zënë duke folur, të lutem kthema përgjigjen. Po më tha nanës gjithçysh. Me tha nanës gjithë qyshte, me thanë, qatë telefon ti nuk e hupë, në unë babas këmë i kalëcu. Telefon të nanë nuk bë me bajtë. Së ti pa folë në njerit huj. Unë të këmë zatë të folë, me në zanë babat të myta hje krytë, atë për zanë të lëshën të ndana, a bo e shora, nëse më nësh me tha nanës është shumë rëndësi. Allah të drejtohet nanën tonë, ja Rabbil Alamin. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Gruaja martuar, me fol me burrat huj. Po mos pëlqefte më të ndaj për tina. Mëse më njerin qafë. Hoqë ndëruar, jam një motër muslimane e re. Falë namazën dhe kam bëlesën, alhamdulillah. Kam 4 pyetje, hajde bismillah. E para, a bërë me thanë salavatet në rekatin e dytë? Jo. Rekatin e dytë ka fjallën ullin e para? Jo. Nëse i thua salavatet në ullin e parë, dohet me bëse visejgjde. Nëse i thua salavatet, qoftë një pjesë, Allahumme salli ala Muhammed, e plëtsan, dohet me bëse visejgjde. Nëse thua ma pak, janis, Allahumme salli ala, dhe të bjerë men që i jenë në ullin e parë, ngritë e shkamë, nuk e bënë se visejgjde. Në ndë, a bënë të bësh dhikrën sahar që duash, do me thanë pa nëmrime, po. Dhikri, mi kemi 2 lloje dhikrësh. Dhikrën që është i përcaktuar, e që është pas çdo farze, çdo namaze, 5 herë në ditë, 33 herë, subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar. Tasbihojnë ayatul kursi, fund la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Me qenë 100 kjo, 99 tasbih, 100. Kjo dhikr mas namazi. Dhe dhikri për gjithshëm, ku futen tasbihit edhe dhikr për gjithshëm edhe tjera. Dash 1 milion herë thuj la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah dhe kështu me radhë. Pyetja e tretë, kam pasur pak probleme dhe tash diçka mendoj shumë keq, estakfirullah. Edhe pse s'kam dëshirë të mendoj, por ashtu vetë më vjen si mund të largoj këto mendime. Çdo njeriu i vijnë mendime të këqija. I vijnë mendime. Por do të më thonë, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. La hawla wa la quwwata illa billah. Amantu billah. E kështu me radhë, me emrin e Zotit, kanë më të largu këto mendimet këqija. Mendimet e këqija, shejtani insiston shumë me to për me angazhu musliman mos me lanë rahat. Mos me lanë musliman rahat. Për ata kërë ka thonë pejgamberit, ja Rasulullah, ne pra shkon ka njerën mendja, po mendojmë diçka keq. Ka thonë vërtet, këni gjetë diçka tillë, këni hasni diçka tillë, dhalika sarihul iman, është imani paqt, imani fort, se lufton me shejtanin. Shejtani mundohet me të shti të dëshim, e të di Zotin hakati kofshin falë. Kështu që ka lënë këtë me emër të Zotit, veç më sev në veshin. Në 4 gjyshim Allah më shiroft, u martua me krahate. Pastaj ajo u bë muslimane dhe janë nisi me fal namazin. Dhe tash falet i ka 73 vite. A ka obligim mbulesëm
mbulesën Allah i shpërblet për kontributin tuaj me xhenetin Firdaus. Allahumma amin, edhe ju dhe tonë muslimanët. Elhamdulillah, prej Allahut që Zoti ka drejtuar këtë motër, këtë krahate, e ka bërë muslimane. E ka nxjerrë për errësirën dritë. La ilaha illallah, për kufrit në islam. Elhamdulillah. Elhamdulillah. E fal namaz. Elhamdulillah. Mbulesën e ka barqë. Gjithsesi mbulesën e ka barqë. Gjithsesi mbulesën e ka barqë. Inshallah nuk des ke mota, ke nane jonja, ke gjyshe, pa mbulesë. A është e lejuar me që bedel për të vdekurin? Po. Është e lejuar me që bedel për të vdekurin. Kër është pyet pejgamberi, alayhi salatu wasalam, ja Rasulullah, mu baba im ka vdekur, ata që dikën të haqë për te ka thonë po. Lejohet me që bedel për haqë, dikën për të vdekurin. Por obligim nuk e ki. Vetëm nëse ai vetë e ka lënë testament, edhe ka pare me pare ti me shku. Nëse ka lënë testament, edhe ka pare për pareve tina, dhe të me shku në haqë. Për ndryshe bërsh nuk e ke, po dënë me që dikën për babën, Allah është për bleftë. Hoxha mund të bëhet dhikër me fjallë alhamdulillah, po si? Dhikër është gjënë, gjdo është amen, apo amen, apo një definicioni që le përfshin shumë gjana. Në çdo fjalë që përkujton Allahun, e madhëron Allahun, e falenderon Allahun, është dhikr. Edhe vetë meditimi, që është heshtje, formë me mendu madhërinë e Zotit, mendon malen, fushan, qiell, tokë, nyje, planete, mendon. Botën tjetër është dhikr, është ibadet. Është ibadet. Elhamdulillah, është edhe doat njëjtën kohë. Pejgamberi ka thënë khairu dua alhamdulillah. Wa afdalu dhikr la ilaha illallah. Dhikri më i mirë la ilaha illallah. Doaja më e mirë elhamdulillah. Po të njëjtën kohë dhikr edhe doa. Selamu alaikum, është dëruar, kisha dëshirë me bo një pyetje, jam shtatzën, dhe si pas doktorëve tanë kam qikë, dhe mua më pëlqen shumë një emër Monoliza, por si pas fesë tonë nuk është në Koran, po nuk ka dhe, pse belem në Liza, pra mëse nuk ka në Koran, nuk është emër një fesë tonë, emër një katolikëve që italianëve këtë diun, pse mi alam. Selamu alaikum, është dëruar, dashta të bëj një pyetje, që ndoshta ta ma këthesh përgjigjen sa ma shpejt, se po mduhet ta di kam një hall, aje ka pas 4 fëmijë, 2 i ka rrit vetë ndërsa 2 ja ka fal konatit. Tash ata 2 që i ka fal konatit janë rrit, vajza i ka bo 17 vjet ndërsa djali 15. Por ata ende nuk e din që janë të falur. Unë deshta të pyes juve kam gjuna nëse unë ju të regoj se kush janë prindrit e vërtet të tyre. Se po friksohna, po i zanë vdekja, 5 ditë kanë prind të vërtet, se prindrit që i kanë rrit ata nuk po dojnë me i të regu. Se po kanë frikë, mës po ju rejnë ata të dë. Po këto është ajo kur nuk të regojnë, kur nuk të regohet haki realitet, kur më shefet në vërtetat. Gjithmonë, kur më shefet e vërteta, aty ka rreziqe për pasoja. Sepse mshefja të vërtetës dëbren. Dëbren shpirtnisht dhe dëbren psikologjikisht. Pastaj, për nën tjetër me tregu qatë vërtet, e shef që është e edhtë, ka pasoja. Për atë arsye, iknin të lavereve, thjesht. Kjo është dallaver. Kjo është dallaver. Kjo është hile. Kjo është hile. Me bo fëmijët hile. Me thonë fëmijët,
Se ke në këta për ke këta. Po kjo hila, kjo zëllom, pa drejtësi. Imagjino ti për obligon fëmijën tënd me respektu dikën, që se ka bërç fare heq. A nanën tjetër, mës me respektu as pak, apo si kejt gratit dynjas, nanën e veç e ka lindë. Imagjina. Bile kanë erë dhe orrejnë. Pse? Sepse të dy konatat kanë erë orrejhen me zveti. Orrejhen. Edhe tash imagjina ti, djali vet e orrej nanën, pse nana që kjo është i falun për te, ngryja që është i falun për te për orrejnë atë. Edhe kjo hinë gjëna 50 vjetë, 30 vjetë, ma pak ka ma shumë, edhe nuk ka kush me kallëzoh që ti e të hinë gjëna. A disa keq që kjo punë. Kjo është një padrejtësi shumë e madhe që mund të bëhet fëmijët të vogël. Për atë arsye madhe Allah ka sqaruar gjanat. Dhe këtë mesele ka sqaruar në detaje. Suratul Ahzab. Ud'uhum li abaihim. Thërni ata në emrin e prindve të thuj ti Hasan i Aliut. E ku është Aliu? A ka mesele tjetër? A ka vdek? A në burg? A në shtri? A në gërbet? Është mesele tjetër, por ti i ati. Po kë përmanë për hapë këtë kë? Kjo është mesele tjetër që përmanë për këtë përmanë, por të ke haqë, e ke daj, e kështë më ratë. Me marë me rritë. Fi sebilillah në jetim, në të braktisën, se vapi madhë, po edhe vlau, nëse ka fëmijë shumë, dhe vlau tjetër nuk ka fare, nuk ka heq. Edhe me thana, mep mu një fëmijë ose 2, ose 3, të rriti, kur gjë mesile ma shumë. Edhe ta letë i ty, edhe në pak jënë të mijë, si të vlau, si tut, o fjalla për nga dashuria dhe respekti, edhe ata tut janë. Dhe fëmijë të rrit, të kuptu, të i tregu se ajo babajt, e pse për rritë ti, po ka la blaka tje sene, po kam qefet, mojë të kam jaran, du shumë, i shumë i mire, qashtu. Për mësë me zxatë ma shumë. Se kjo është teme madhe në veti, ti bën, këta kanë obligimi kallëzu fëmijëve, kanë bërç me i tregu. Por nëse këta nuk i qenë atë bërç me në tregaju ti. Tregaju. E fëmija me marrëvesh mas 40 vjetë, ndoshta i dësnana atë kuku për mua, i mallkon me çka ka krejti nem, pse ma kam shef. Jam dënë që ma mirë që nuk i treganja, tregani fëmijëve të dyve. Hoqë ndëruar, unë jam 10 vjetë. I fali 5 kohët namaz, por edhe gjysha ime i fali 5 kohët namaz. Edhe kam katë që falet ullur nga pesha ti, për të jo, Allah e truj ty, e të arruj gjyshën tane, e tanë familjen. Nuk e ka gjëna, sepse pesha madhen, veç le të falet gjyshja. Jam një burr i martuar dhe kam 3 fëmijë me një grua, që ka qenë 3 muaj i martuar. A është marrë apo mëkat që jam martuar me te, sepse më është bërë fiksim në kokë që 19 vite ju lutem ma kthe një përgjigje për të ma heqër këtë nga mendja. E pse për e zetë, Zotit e banë këtë të lashe ti që 19 vjetë. E tani që a bon name që ke marrë grunë e martuar 3 mujtit, po edhe 3 vjetë, po edhe 30 vjetë në pa që marrë. A bon name. Pikës pari, nëse që e gru ta kam shef, apo me që ta kam shef që ka në martune, ato në fillim është keq për ty. Kur e ke marrë vesh, ke mujtë me vendosa me ndaja. Pajtove, harrohet me selim. Si dyti, nëse ti e din që ka në martune 3 mujtë dit, edhe ke marrë, ku ka të keqe, që ka të keqe? Po ti grunë se ke marrë pe i shpija publika, grunë se ke marrë ngru, muslimane, o ka në martune një qa halal, si ka hes puna? Se kanë ditë vlerën, kimetën, së shkru me tu atë, shkru marrë të ti, elhamdulillah, për Zotit, edhe elhamdulillah që në 19 vjetë jemi ta, elhamdulillah për Allahut Azza wa Jall. Elhamdulillah.
Pejgamberi alayhis salam a nuk e ka marrë të martune? A nuk e ka marrë të martune? Edhe ato 15 vjetë ka më të vjetër. Dhe shkëtë me thonë kur jep me pas 40 vjetë e burë 25. Pas që ka ballafat mesele. Heqe pe kreje këto. Nuk është pëjenta, apo nuk është me rëndësi, fundjes shumë me rëndësi, nuk është, për dikona me rëndësi. Por në sens nuk është me rëndësi, a është vajzë e re, apo ka qenë e martuar, sa është me rëndësi, a e me qenë njëri. Me pas karakter, sjellje, moral, me pas men. Po, qaja është pasioni e madhe. Qaja është pasioni e madhe. Për ndryshe, edhe vajzët 3 merre, edhe shumë 3 në 20 vjetë, edhe 17 vjetë, kur është kryte ka prap, kur rahat për jetë nuk të përnë. Edhe sens të fytë. Shjepe i krejat Allah të trujtë, mëse për mena, skor, mëse lëtë për atë punë. Shkojmë të pyetja radhës. Selam aleikum i nderuar, kam dëshirë t'ju parashtroj një pyetje. Më ka vdekur babai që 2 vite tash ka dalë bari për mbivorre e na jemi e kemi hjekur. Ndeshta ta dia është gjëna, nuk ka mirë me hek, nuk ka gjëna, por nuk ka mirë me hek barin. E vorreve. Vorët pastru banë në vjesh, kur thahet bari. I pastron, edhe den vjeshtën tjetër më rrinë qashtu. Veç nëse është bari shumë i madh, dhe ka nevojë me shtiti ka në dheme, varrosë gjatë më të moti, e prejnë barin, ka është udha deri të vorët. Deri të qaj vorë. Por s'ka nevojë krej të borën e vorreve, se me hjek barin, me hjek barin, sepse bari bën tesbih Allahut. E për tesbihve të barit, të pemve, inshallah, ka shefat, ka hajre dhe i vdekurin. I ndëruar hoqë jam shumë i pikluar pasi që baba jam më ka bë vetë vrasje. A i gjithmonë thejke, s'kena buk me hongër, kena me vdek uni. Nuk e di a ka një qmendur, ajo, por ai ju thejke krejtve, s'muj me thonë që ka një qmendur. Kjo për vete për tasha. Unë po i lutna Zotit me ja falë gjënahet që e ka mytë vetën. Po tutna, që nuk ka me më zanë, se ai nuk ka me zanë të me thonë ka fjallën, mjë pranu doaja, se ai ka këcu i pekatit tret, la ilaha illallah. A ka mu djega i në gjenem. Unë për lutna bëll me ja falë Zotim katet, e mës me djeg gjenemi, por për mduket se s'po javlen, se dëgjova me një ligjerat tane, se ai që këcen prej nalti, e mbyt vetën, ka me këci edhe në gjenem sa të mundet. E shumë jam mërzit, e kam kajt. A ma jep një përgjigje për këtë pyetje i lutem. Respekt nuk i kena pas edhe senet ashtu të keq. Nuk kena pas senet ashtu të keq. Po s'di që ka gjetë që një vit kështu. Nuk di a ke qmendur ajo. Rast i randë, sa të dush, e çdo vetë vrasje është shumë më e randë se sa vdekja normale. Pavarësisht, a është pej triut, a pej plakit. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Po motra të që më thanon, është që ashtu se është me hadith të pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Por në anën tjetër, prap me hadith e me ajete, a në ka ardhnu Zotin e më lutë. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A ka thonë Zoti, lutni mua, unë i përgjigjem juve. E para, në 2. A ka thonë Zoti se inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Zoti nuk fali shirkun, por fali ashta shirkut çdo mëkat tjetër nëse don. Baba jëtë inshallah kanë musliman, e nuk ka vdekë si qafir. Nëse nuk ka vdekë si qafir, ti më lutë gjithçysh për babën. Më lutë edhe ato shumë më lutë. Natën e ditën, sa ti e gjallë. Dhe në dhash Zoti pasuni edhe sadak me dhanë për babën. Edhe ndo një herat me bo për babën. Bindo dhe siguraho dhe mës dëshafare
se nuk kam i t'i hub Zoti këto dua dhe lutje. Edhe se këto dua lutje që i bënti, kanë mja letu atin atje. Edhe ka me pas hajrë për tyne, nëse ka vdek musliman. Inshallah, i ka vdek musliman. Allahu e mëshirohet babën të një Arabi. Ka bim është me thanë, nuk për lutë nëse kam ytë vetën. Jo do të më lutë qyshja për krejt muslimant. Me çfarë do gjënahe që kanë vdek. Për deri sa e dina me menje, natyrisht Zotë e din, por na në sytë tonë, se ka qenë mrena fjales, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, ne lutëm për ta. Kjo a rregull dhe muslimanve. Allahu i mëshiroft tanë të vdekurit, ja Rabbi, e na mëshiroft dhe neve ditën që kemi dalë para Allahut. Zotë e din më së miri, dhe deri në emision e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. الله أكبر فوق كيف